Në pikën kufitare të Kakavis, në prag të festave të Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri, situata paraqitet e qetë, ndërsa autoritetet kanë marrë masa për të përballuar fluksin e shtuar nëse do të ketë gjatë ditëve në vijim. Gjatë 24 orëve të fundit, shërbimet e policisë kufitare kanë përpunuar gjithsej 8.277 shtetas në hyrje dhe dalje nga territori shqiptar. Sipas të dhënave zyrtare, 5.724 shtetas janë regjistruar në hyrje, ndërsa 2.553 në dalje. Fluksi i lartë është evidentuar edhe në qarkullimin e mjeteve, ku janë përpunuar 2.669 automjete, nga të cilat 1.826 në hyrje dhe 843 në dalje. Shqiptarët nga emigracioni po kthehen atë dhe për të kaluar festat pranë familjeve të tyre, ata shprehen se kthimi në Shqipëri mbetet gjithmonë i veçantë. Dhe nga Athina kemi ardhur për festat, për Gjellën e Detit. Jetojmë 35 vjet në Athinë, edhe 35 vjet neve për vit të ri për festat vim tek veni jonë. I uroj gjithë shqiptarëve, gjithë popullit, gëzuar festat me shëndet. E kalofshi bukur. Nga Malava, Pirgo. Jetoni aty? Po, tjetër. Për festat po vim. Ndryshime ka. Ndryshime. Çfarë pëlqen më tepër, krahasime më parë? Radhë parë për vendin ku je rritur. Ai na pëlqen, pra ato po vim gjitha. Dhe ikim përsëri në Greqi. Festat. Ku do t'i kaloni? Shpi në Shqipëri, Fushkruj. Keni vite që jetoni në Greqi? 30 vjet. Pala shqiptare po operon aktualisht me 6 sportele të ndara në 3 për hyrje dhe 3 për dalje, ndërsa ajo greke po punon me 4 sportele, konkretisht 2 për hyrje dhe 2 për dalje.